Ushtria, se dhe këta janë të kidnapuar në kvarteret policisë. Kjo ka ndodhur një javë para bombardimit. Po shumë i madh disa terroristë kanë aty. Kjo ka qenë fotografia më e rëndësishme për mua, edhe më e rëndësishme. Këtu janë që tash këta kanë qenë veshën si policë komunikacionit. Këta e kanë për forca speciale që pushtin këtu, e këta i dajtën tash burrat për ne, gratë dhe fëmijët plehej, i mashin fushin apo të fëmijëve. Dhe kjo edhe këto e kanë personazh në eksploziv pa Austrisë, si në ditë kam shku për kanë ligjëruar si djalin e gjëri deri në pas 15 vjet. Ushtarës ka mujtë me qenë, po ka qenë në gjistisë, dhe është dite e vërimit, kur kanë vërrusi. Ma një, kur shkuj, kur gjithë në këto, edhe asë një djallit e kështë bon aty në fshat një falë, përmendohet të mëve, edhe është ullë ofër përmendohet një djallit vetë, po aty e tash duket me e resi qatë kokën. Veç për fëmija veç në kalim është po ato që në që po nga një ashtë në këtë qashtu Pola në limonë pa të njerës shumë pa të njerës shumë Herë në nderim të dëshmorëve të kombit shqiptar Elfete dhe Mentor Humolli, le të dojmë një nderim. Jemi këtu për të bërë nderime me rastin e 36 vjetorit të rënjes heroike të vrasjes së dëshmorës së kombit Elfete Humolli, e cila 2 javë pa i mbushur 17 vjet u vra nga plumbat e policisë armike të Serbisë, e cila po e shuante me gjak demonstratën e popullit në Lëksh të Poshtë. Sot jemi në këtë rrethor të rënjes heroike të